A e ke mendu në do njerë që keme qenë pjesën e pjedestalit e garuzëve më të mirë? Unë nuk e ku menu vetën gjithmonë të kjo medalja e bronzë, unë edhe para fillimit kësaj ekspedite që e kem pas për kampionatin evropian, unë e kum pa vetën medaljes të artë, për fati nuk e nënën tonë gjatë rrugës. Unë gjithmonë kum pas vetëbesimin aq lartë, ndoshta të tjerët nuk më kanë besu edhe e kanë marrë si në formë qesharake vetëbesimin tim, por tash pja u dëshmoj të kundërtën. Pse jo në të armën edhe medalje botërore ose kampion bote në këtë kategori, edhe m'ja u këthuj se celit ashtu qysh e ka prit për me, kush e ka prit mirë, kush s'ka menu në mu, m'ja u dëshmu kundërtën. Po besoj që pa dyshim që kjo medalja ka qenë prej arritjeve më të mira dhe më të lumtura që të ka bo si karatist, sepse tash plotësisht krejt vëmendja kthehet tek ti. Po a ke pas ndonjëherë periudhë të vështirë? Edhe cila ka qenë ajo periudhë nëse të ka ardhur deri tek puna dhe me u dorëzu nga sporti, por që ka pas një dorë ose është ta ka dhënë dorë dikush u ngjit? Unë gjatë karrierës tam kum pas pjesa më e madhe është pjesë e vështirë, me të kallëzu drejt, po sidomos këto 3 vitet e fundit kum pas shumë padrejtësina ndaj meje, kum pas edhe probleme tjera në jetë krahas rrugës sportive, po tani mu pa të bo edhe padrejtësit në sport që mu bëjshin, edhe u bën në bashkë shumë sene, po nuk jem dërzu asnjëherë. Nuk jem dërzu asnjëherë nga se e kom ditë çka muj me bo dhe çka muj me dhon për sportin e karates. Po u ka jashtëzakonisht vështirë për mu, po nina krenar që nuk jem dërzu asnjëherë. Falenderoj familjen time që kanë arrit më vonë kaq shumë përkraje, edhe ajo përkraje e tyne mu ka shndru në forcë. Sot jam krenar për këto që jam, po nuk jam hala aty ku duhet më konë.